Duket se vëmendja nga tensionet gjeopolitike tashmë ka kaluar në krejt diçka tjetër, në një dosje e cila po del tjetë skandal i kësaj kohës fundit moderne, e cila është përhapur tashmë edhe në Evropë. Çështja e Jeffrey Epstein është një skandal ndërkombëtar që ka të bëjë me trafikim seksual dhe abuzim me të mitura dhe është e shoqëruar me publikimin e një mori dokumentesh nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Në këto dokumente që përmbajnë mbi 3 milion faqe, figurojnë emra të shumë politikanëve, biznismenëve dhe personaliteteve ndërkombëtare. Së fundmi në këto dokumente janë përmendur edhe emrat e 2 ish-presidentëve të Kosovës, Atifete Jajaga dhe Begjet Pacolli. Në rastin e Jajagës, emri i saj shfaqet në një email të vitit 2012 ku flitet për një princesh nga Tajlanda që do të jetë në New York në aktivitetet e Kombeve të Bashkuara bashkë me presidentën e Kosovës dhe ku përmendet një mundësi takimi me Epstein. Në lidhje me Pacollin, dokumentet përmbajnë një email tjetër me titullin Who is Begjet Pacolli, apo kush është Begjet Pacolli, ku dërguesi i mesazhit i kërkon Epstein të shikojë një video. Të dy ish-presidentët kanë mohuar çdo lidhje personale ose takime me Jeffrey Epstein, duke deklaruar se nuk e kanë njohur, takuar apo komunikuar me të. Ndërkaq në këto dokumente përmendet mira herë edhe emri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke përfshirë në disa referime për kontakte në të kaluarën dhe pretendime të ndryshme të paverifikuara. Megjithatë, deri më sot askush nuk e ka akuzuar zyrtarisht Trump për ndonjë veprim kriminal lidhur me rastin. Në të njëjtën kohë, edhe emri i diplomatit slovak Miroslav Lajčak gjendet në disa emaile të publikuara midis tij dhe Epstein, emaile këto që quan në dërheqjen e tij. Lajčak ka mohuar se komunikimet e tij përbëjnë vepra të paligjshme dhe tha se ato ishin pjesë e detyrave diplomatike. Ndërkaq pikërisht për këtë çështje ne do të diskutojmë për të sqaruar se çfarë përmbajnë këto dosje dhe rëndësinë që kanë. Do diskutojmë me njohësin e gjeopolitikës, i cili ka përcjellur më në detaje tërë këtë proces. Sot në studio na është bashkuar zotri Lutfi Bilali. Bilali, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe nga ju. Po nisim fillimisht me publikimin e dosjeve në përgjithësi, lexova dikun që janë miliona faqe. Në anën tjetër, ato se çfarë na interesojnë neve padyshim është edhe përmendja 2 figurave kyçe në një periudhë caktuar për Kosovën, siç është ajo e presidentës Jajaga dhe Begjet Pacolli, të cilët reaguan. Reagimin e tyre do e lexojmë edhe më vonë, realisht si po. Megjithatë të njëjtit vetëm se janë distancuar dhe kanë thënë se nuk kanë pasur asnjëherë takim me Epstein. Si pot zotri Bilal. Të ndoni me pak të ç'është dosja Epstein. Thon drejtën, kjo dosje ka filluar të gjurmohet fal 2 gazetarëve, kolegëve të juaj. Po flas në nivel ndërkombëtar. Po, në nivel ndërkombëtar, sigurisht po. Të cilët me këmbgulje kanë kërkuar një kohë gjatë që të hidhet në dritë të vërteta. Sepse kjo dosje nënkupton komplet që nga lindja deri në vdekjen e tij në vitin 2019 në Burg. Në Burg, po. Është shokante edhe është misterioze vdekja e tij në Burg. Kamerat janë fik dhe rojat gardianët i ka zogjumi. Do thotë është një vdekje që ka bërë vetvrasje. Vetvrasje, po, ashtu ka qenë. Suicidi flitet një terminologji nga fjala latine që nuk ka mujt merr ndonjë medikament. Por komplet dosja e tij ka të bëjë me 3 milion dokumente që përfshihen komplet aktiviteti i tij. Do thotë kjo mbulon dosjen, aktivitetin e tij qoftë në aspektin biznesor, nuk ka pas përgatitje, ka qenë financiar. Jo, tani përgatitje matematicien i padiplomuar. Mirë po më vënë ndargadole, po flas për një, kjo është 53 i lindur. Do thotë ka zhvilluar aktivitete me cilat është, me të thot drejtën, shokuese ajo që ka Daily Mail britanik, shkruan që mund të jetë i përdorur nga shërbimet ruse dhe izraelite. Mos harrojmë, Epstein rrien nga familja evre. Do thotë e ka mesatarisht, do thotë nuk ka nga një familje pasur, një familje mesatare, por aktiviteti i tij në aspektin e bizneseve që ka zhvilluar është shumë i dëshimt. Bile me thonë për hir të opinionit, Epstein është edhe antari trilaterales. Është antari i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë. Është person dhe figurë që ka punuar bajagin në çështje të fondacione humanitare, ka financuar donacione edhe për Harvardin. Do thotë ka një mori aktivitete, është dosja e tij e cila përfshin 3 milionë.
e dokumenta. 100.000 foto. Po në të cilin Bilali janë mira të përfshirë. video. Po, mira video në cilin janë të përfshirë edhe figura të më të mëdha botërore që kanë udhëhequr me botën. Dorantin ne kemi hyrë në fazën e marrëzisë, e cila nuk do shif, gjitha këto janë çka dim deri me tani. Deri me tani. Problemi është çka nuk dim. Ose çka nuk din opinionit e fakto, sepse departamenti i SHBA, i drejtësisë së SHBA-ve, tani veç ka filluar të jap dhe kanë rrjedh informacionet e tilla që kanë bojnë me aktivitetin e cili janë pervers. Po. Bile flitet një dosje me një të mitur në atë kohë, që përmendin një kryeministri fuqishëm. Alo dohet ka qenë brutal. Mos ti është edhe amorale të gjitha ato aktivitete që fliten, do thotë ka pas rrjedhë të pjesëve të trupit të gjakut dhe flitet për dhe dyshohet për ish-kryeministrin Ebut Barak. Dhe kjo përfshirje tillë tregon se ku kemi hyrë. Dhe kjo formë tillë lën shumë kriza, shumë afera dhe shumë gjona që kanë ndodhur në botë dhe që do ndodhin në botë lidhen me këtë aferë. Sepse këto janë personalitete. Bile dalte deri më. Po, dhe a i bjen Bilali se të gjitha vendimet që i kanë marrë këto personalitete udhëheqës botëror i kanë marrë nën shantazh, duke qenë se shumica, mos them të gjithë, janë pjesë e këtyre dosjeve, të cilët pastaj janë xhiruar, janë bisedat e tyre të ruajtura sepse dolën në pa dhe bisedat me Miroslav Lajçak. A i bie se të njëjtit kanë qenë edhe të shantazhuar sepse shohim redaktimet që janë bërë nga bisedat me Donald Trump. Janë redaktuar të gjitha dhe nuk ka diçka pastaj që ku edhe mund t'i kapësh. Ne momentalisht nuk kem fakte që thojmë që kjo është 100%, por po, sepse realisht janë vetëm emailët të cilat nuk e provojnë atë. Trump ka dhënë një deklarat më herët ka qenë, ajo periudha kur ky ka qenë një procedurë 2009, nuk falni, një dënim i butë ka qenë, një lloj marrëveshje, të cilët janë akuzuar nga familjarët e viktimat të mitura. Aja forma pedofilis, e cila është shokuese, tham drejtën. Edhe gjitha ato që bile janë ato ishujt që quhen orgji. Ishujt orgji personal që ka pas. Dhe kjo tregon që Trump ka deklaruar për të që ma nuk e njo, ka folë për vitet 90-ta, që ka pas kontakte me ta dhe njohuri me ta, shoqëri me ta, por ka tha i ka një pikë dopt, i ka pikë dopt femrat, gratë. E tëra kjo, shifni, është ajo që është me Gjukanovicin që përmendet të Lajçaku dhe kërkohet që me sigur një vend për Kotorin. Po, në nëzirë një bisedën e Lajçakut e kemi një qytet fotografie dhe mirë po a i thot që është paka shumë e ka pikë dopt Malin e Zi Trumpi. Në të komunikim. Këto jenë forma Lajçaku paramendon e tash... Sa mund t'jenë vërteta Bilali edhe këto biseda cilat po i shohim, me qënë se edhe Lajçaku u distancua më pas. Dhe ka do dërheqje. Shëntari i kryeministit Fico, i Slovakisë, ka do dërheqje. Por diçka tjetër rrjedh, logjika shnoshtë diçka tjetër. Dhe nëse japin dërheqje, i bie që edhe pranojnë deri diku, apo thjesht është përgjegjësi morale, me qënë se po është përmendur emri tyre në dosje të tilla ku përmbajtja më pas, sepse në mesazhet që u publikuan thuhet bisedohet se janë 2 motra duke pritur poshtë në pishin dhe i thotë... Gjitha bisedat kanë qenë kësaj, gjitha bisedat ku janë në moshën 30 vjeçare ose ndoshta më mirë në moshën 50, që vajzat ishin në moshën 30 vjeçare. Po, bile thotë ti je i ri, po ky përmend ai mos tim, po më keq për hir të. Ama çfarë ishte më interesante Bilali ndoshta që ceket nga biseda është se kur i kanë ofruar një vajzë nga Moska, Lajçak ka refuzuar dhe ka thënë sepse në Rusi jam i vëzhguar dhe nuk dua të jem i vëzhguar. Këtu pastaj lind pyetja edhe ajo si shpesh herë Lajçak edhe është dukur sikur po i mban anën edhe Serbisë në dialogun Kosovë-Serbi dhe simpatia që ka pasur për rusët sepse në njërin nga bisedat ai thot I love Lavrov, e dua Lavrovin. Po, sigurisht, po ato në po ta dalë thash paramendone kush ka qenë emisar për më na ndres neve, më na lulzu neve. Deri në këtë pikë e marrë. Kjo shokuse. Por ato që përdo Dorantina, shef, mendoj që ka sens që kjo dosje përfshihet 2 elemente që ka qenë pjesëtari
një farë mënyre qysh heret i KGB-s, pastaj FSB-s ruse dhe i Mosadit të Izraelit, për të shantazhuar. Unë besoj që Llajçaku me këtë e di fare mirë që rusët kanë shumë materiale për një numër të liderëve, duke përfshirë presidentin amerikan. Dhe këto është efekti gjithë kësaj. Dhe mendoj që përmendja këtyne figurave, këtë rast edhe ish presidentëve të Kosovës, dy figurave, nuk e mendoj është një email që ka orë nga Parisi, dëshiron një mbretëreshe Tajlandës të takohet, po ashtu dhe të pasolli diçka me një konzull në Tajland. Në Tajland ishte ajo e Jajagës. Jo të me princeshen, por tash me pasollin, për shembull, ka qenë, a janë të verifikueshme këto. Shef, ato emailë që kanë orë nuk do thot që realisht mund ka qenë implikune. Unë e drejt diçka tjetër, që ne ndonjëherë të fortëve nuk ju thojmë jo. Kjo mendimi jem, nuk kam argumente, po tër këto figura janë shantazhuar dhe kanë rop prej këtyre shantazhave. Dhe tash kjo dosje do qetë, më në thëmë, gjona që mendja njeriu tuk i berë. Dhe kjo forme t'il tregon që po drejtohem nga perverzet. Dhe kjo është gjënohi madhë. Binur nuk jam, mos kesh kuptot tash opinionin atë aspektin që jam teolog, mirë po me dhe që kjo përkon me 3800 vite periudhën e lutit, ose lot që thuhet në literaturën ose biblike. Ne në Koran e thujme luti, profeti Lut, i dërguari. Dhe thot, aja forma shëmtimit po paraqitet pas 3800 viteve. Dhe kjo të dërgon që bota jem në rrezik jashtëzakonisht e madh, sepse kjo ka pastaj pasoja impakt në gjitha zhvillimet ngjarje që do vinë nesër, ose sot që kemi dhe nesër që do vinë në botë. Dhe kjo mendoj që do jetë e kujdesshme që edhe Departamenti i Drejtësisë amerikane ndoshta do ketë kujdes që mos t'i publikoj. Pikërisht për këtë, a është në siklet tani Trump për shkak të publikimit të këtyre dosjeve dhe a do të tentoj që ti shtyej zgjedhjet për shkak të kësaj? Për të mbrojt vetën do gadas Iranin. Por ta zhvendosur vëmendjen ndoshta po shif, tash ne njerëz jem dhe opinioni ka të rriset në një ngjarje shumë madhe, le këtë ngjarje që ka ndodhur me rastin e tij. Për të rrehur vëmendjen edhe mund të Dhe mendoj që gjandet para një situatë shumë tronë. Nuk e mendoj, ne nuk kemi tash të bëmi real, nuk kemi informacione të sakta. A është i përfshirë. Kjo ka qenë ish presidenti amerikan. Megjithatë dim se është përmendur mbi 1000 herë në këto dokumentet. Edhe Putini thuhet që nuk dihet, flitet sipas Daily Mail po flas, thuhet që ju ka servuar një takim me Putinin më herët. Përmendet 1090 herë duket. Po ashtu 9000 herë Rusia dhe Moska, Kremlini. Por Rusët njihen që janë shantazhues të ndajnë dhe shërbimi i tyre. Dhe mendoj që diçka ka këtu edhe në atë aspektin edhe që çdo gjë që po ngjes në shumë procese në botë. Qoftë në Ukrainë, qoftë në lindjet. Si munden ta njerëz të kenë shpirt dhe zemër për atë që ka ndodhur në Gaza kur e kanë historik të tillë. Dhe kjo çon shef, me qenë se na do lidhum këtu dhe do kemi njerëz, profesora, filozofa të mëshëm Kosovë që do thojnë për hir të real politikës na s'do të bëjmë zonë. Ne kemi rënë kësi pozite se është interes mos me folë për sanet e shëmtuara. Këto janë sanet shëmtuara. Ne nuk kemi fakte për shembull kush është përfshirë realisht, por implikimet tregojnë që në dosjen 3 milionëshe dhe 100.000 video do dalin marrëzira që është për frikë. Bilali, çka do të thotë fakti që përmendet emri ish presidentës Jajaga dhe Pacolli, më pas çka do të thotë ndoshta edhe për vetë reputacionin e tyre, po edhe Kosova në rast se vendoset një hartë të tillë në një skandal të tillë. Jo, do dalin besoj edhe shumë tjerë në region, si thash. Beson se ka edhe më shumë? Unë besoj që po. Edhe nga Kosova kjo forma e tillë që është për mirë, blend, tashti nuk është për hir të etikës njeriu thotë që po mund dalin edhe XX edhe në Kosovë, apo kanë. Me qenë se kjo forma është përmendena në skenën politike që ndoshta ka mund të ketë edhe situata të urgjisë. U përmend akuza kundër akuza, ndërsa këto i takojnë nivelit të kundërshtarëve mes vete ose të partive, mirë po unë mendoj që do dalin figura
të shumta në Evropë dhe në botë. Para mendo, ky mikun më të mirë në një farë mënyre flitet që ka pas edhe princin e kurorës Arabi Saudite, pastaj ka foto me të Emiratet Bashkuara Arabe. Sheikun Zaid. Është foto që është e publikuar. Dhe nuk Bilali tashmë sa mund t'ju kontribuoj ndoshta edhe inteligjenca artificiale, sepse realisht prej dje un kam pa lloj pamje të cilat edhe janë të vështira për të besuar ndoshta që janë të vërteta. A mundet që tërë këtë mes më pas edhe të ndryshoj narrativën këto skenaret me inteligjencë artificiale dhe Lend ki shumë drejt, mund të ketë, por unë po them në atë që ka ndodhur me rastin dhe ato ishujt e tij ku ka dërguar, bile është Maxwell, është ajo ish përcjellsa kontraktuesja e tij me këtë që ka qenë britaniko-francezo-amerikane, që ka pas një babaj i cili ka vdekur në rrethana të çuditshme në jahtin e vet në Atlantik. Ka qenë magnat. Dhe kjo tëra i ka bëu këtu lëvizje, e cila në një farë mënyre vun burgun mbi 25 vite, është dënuar 2025, mos gaboj, vjet, ka marrë dënimin. Forma e tillë e cila ka zhvilluar aktivitetet e tilla, nuk besoj që janë kërkput që mund të përpunoj inteligjenca artificiale të bëjnë një kombinim ose një montim të tillë. Është e mundshme, ne flasim për fakte që ka dim, nuk flasim për fakte që ka mundon edhe me qenë manipulime ose shantazhe. Mirë, po një dim që figurat ndryshme që kem data dhe fakte, të cilat në një farë mënyre kanë treguar aktivitetin e pervers. Nuk është vështirë për të mos pohuar që ka elemente të forta, por çka fshihet në dosjen 3 milionëshe, do jenë gjona që ju përmenda do ketë edhe figura këtu nga një, nuk e besoj që ka qenë epicentër, por njerëz që udhëheqin politik nuk vinë as rastësisht, janë të shantazhuar ekstremisht dhe janë të dobshëm për njerëzimin marrëzisht. Dhe këtë trekëndsh që po them, do vujmë, jo ne, nuk e kam fjalën ekskluziv tek ne, se ne jemi pik ndet. Por mendoj që gjanat që kanë ndodhur me këtë dosje do shpërlojnë, ose mund të them do ta nxjinë fytyrën e shumë kujt, ose do pastrohet terreni. Meqense kjo nuk besoj që do të ndodhë shpejt, por do kemi rrezikun që do him në konflikte me cilat tentohet që të harrohet kjo, të sillet një krizë e re, që të vëmendja opinionit të largohet dikon tjetër. Besoj që format e tilla nuk është jajaga, pacolli, kur përmendet e ne, kemi pishoqi mediumet i kanë dhënë shumë, si më thon, zjarr kësaj. I kanë dhënë rëndësi sepse realisht janë figurat a ka fakt as ka. Se tash një email, për shembull e pas atje është dikon gmail.com, që mund të jenë të falsifikuara. Mund të jenë. Unë nuk jam për me mbrojt këta këtë zonin edhe atë zëtriun për veprimtarinë e tyre, por unë po mendoj që nuk kem nevojë që ndoshta momentalisht të ngutemi, sepse ato mund të jetë edhe shantazh. Mediacisht janë raportuar mbi atë se çfarë raportuar. Faktet de facto ata pas këta ka mohuar aja. Dhe më pas jaga ka mohuar që asnjëherë nuk ka pas edhe sot gjithashtu edhe Pacolli. Megjithatë, po Gjukanoviçi ka deklaruar, unë nuk e njas, nuk e. Edhe normal sa skush nuk do të pranojnë ndoshta. Po flas për këtë që i kem këtu afër në region. Megjithatë mbetet për të parë dhe besoj që do kemi shansin ta diskutojmë edhe një herë tjetër pikërisht për këtë dosje, sepse megjithëse do të ka zhvillime edhe më tutje. Ne do të jemi këtu për të zbashku Bilali. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë në zi. Falenderit shumë. Me këtë, sigurisht do të ketë edhe zhvillimet të tjera dhe gjatë ditëve në vijim, do tjetë shumë interesante se si do të zhvillohet e gjithë situata me dosjen Epstein. Megjithatë, ne me këtë mbyllim mes ditën për ditën e sotme për të takuar sërish nesër në orën 12. Deri atëherë, ju vazhdoni të qëndroni me TV1. Mirëmbëngjes.